Botës, më duket se kemi lënë pak anash ato zhvillimet tek basketbolli, me po këto dy humbje duket se lanë shijet e hidhur tek basketboll dashësit. Fatkeqësisht kësaj here s'kam mujt me ju bashku përfaqësuesës për arsye se jam trajner me Kosovën U20. Edhe po ashtu edhe fatkeqësisht s'kam mujt me përcjell dy ndeshje të kualifikuese të Kosovës se kom pasur tim ndeshje miqësore në Bullgari, se këtë javë udhtoj për kampionat evropian, kështu që mirë po unë kisha thënë që është e turpshme humbja për Shqipënisë. Ua, po na konsideron kaq të dobët? Po tash ti Çto e kanë fortë. Ua! Drasi me Kosovën jemi. Fatkeqësisht po na bjen me u ballafaqu njëna me tjetrën, edhe pse unë kisha dashur që kjo ndeshje mes neve mos më zhvillu kurr, po me ku bashk. Mirë po tash të marr parasysh ndeshjet e kalume, është befasi. Edhe befasi koqa e madhe. Po se kam përcjell edhe në basketboll. Edhe një gjë që dua ta... Jeni shumë më të mirë në basketboll. Se diskutum para emisionit,